Dumani e mbyll me faqe të zezë, me pasuri të fshehura, e mbyll A keni prova për këtë, zoti Berisha? Urdhë A keni prova për këtë? të plota, më fal, të them unë ty, jam ish president dhe ish kryeministër. Dhe në fakt, jap garanci të plot para çdo shqiptari se asnjë rrogtar i këtij shteti përfshi presidenti dhe kryeministri nuk mund të bëhet me 3 de facto me 4 me rrogën e shtetit. Nuk të lejon kursesi. Por ky s'ka 3, ka 4, sepse ky deklaron se jam me qera tek vjerri. A e kuptoni ju tani se çfarë mashtruesi është? Me qera tek vjerri, po të thoshte se vjerri i ka bërë dhurat vajzës së vet një apartament, unë absolutisht do ta pranoja se baba vajzës i bën dhe dhurat. Te nuk do t'ja vija në diskutim. Por apartamenti është ndërtuar, ky është aksioner aty dhe thot jam me qera tek vjerri. Po kujt ja thot ky këtë? Ku gjen këtë? Ku i gjeti ky 3 apartament, pronar me 3 apartamente? Cili është? Cili njeri mund të ketë me rrogën e shtetit 3 apartamente? Ja po ta them unë.